krejt normale që unë jam shumë i sigur që Zoti Kurti është ju mundu me bon qatë qeveri. Se asnjëherë nuk e ka asni, si tham, me dyshe që nuk e ban. Po, edhe nëse nuk e ban, edhe me shkun zgjedhën prapë i shkon për shtatet vetëvendosjes, prandaj unë me bindje të plot flas që lutet Aleanca, lutet LDK-ja. Këto dy parti luten që mos zgjidhet që ky ngërç dhe vetëvendosja me qeverinë, sepse janë dy partitë të cilat nëse shkojmë edhe në janë zgjedhjet jashtëzakonshme në çit fazë kanë mu dëmtu shumë. Unë besoj shumë për këto. Edhe unë besoj që kam argumente të forta për mi thonë to, sepse e dim. A mendon që edhe më tutje opsioni i zgjedhjeve është i mundur? Kjo kartë është në dorën e Zotit Kurti. Unë jam këtë qoftë se tash na nuk po kemi informacionet me di se është ju zhvillu gjithë këto takime siç po përflitet, unë nuk i di, por nëse deri në këtë kohë po diskutohet, ai po provon me qeverinë. Po nëse s'kishte pas, edhe zgjedhjet janë alternativë sepse vetëvendosjes i konvenojnë edhe zgjedhjet. Nuk besoj që edhe vetëvendosjes i konvenojnë zgjedhjet. Unë mendoj që asnjë partie momentalisht nuk i konvenojnë zgjedhjet. Asnjë partie? Asnjë partie. Po zgjedhjet do të ketë, ndoshta Cedima do të ketë dy parë zgjedhje. Ndoshta PDK-s pak, po lokale është diçka tjetër. Shumë problem që ti me i hyj atij procesi prap, si financiarisht, si me i kriju listat, se mos harrojmë që nuk është lehtë mi bind ti njerëz që kanë investuar ta zonë, nuk janë zgjedh dhe ti kthesh mas 2-3 muajve prapë aty. Euforia e fituesit është sqaruar. Mos harrojmë që vendimi për energjinë, për çmimin e rrymës mund të ketë ndikime të mëdha edhe tek partia pushtet. Po, protesta njerëz nuk janë protesta në Kosovë tregues të shkafit. Që 3 vjet e gjys, oni përplasje patë me atë zërrejës diçka. A mund ta them po me një moment desa kalojnë përplasja ime më shumë ke me faktin që ata u sillshin absolutisht jo korrekt karshi mediave për faktin që thrasin me përcjellje një ngjarje ndërkohë që bën totalisht të pasjellshëm deri në masën sa me të kërcënuese do e thrasin policët që t'ju nxjerrin jashtë. Mund ta japësh një argument pse thash ato që i konvenon. Sepse na nuk patëm zgjedhje prej zgjedhjeve lokale të vitit 2021. Pra janë bën gati 3 vjet e gjys për zgjedhjeve lokale. Nuk është mat, nuk është mat me zgjedhje, nuk janë mat partitë politike. Krejt normale që partitë politike dolen në fushat, madje provun me i bind që janë ty korë sukseset mëdhaja, LDK-ja mu patëm pas një farë përshtypjes që është ty fluturu, dhe ops për një moment e panë se cili për tyre ku janë. Nëse dalin zgjedhje, votuesit e partive të vogla kushtimisht, kur janë zgjedhjet afër, nuk kanë motiv me votu se din që në humbs, dhe o kthehen nuk votojnë fare, qofse janë militant tamam të fort, ose kthehen edhe votojnë se ta përfitojnë bile ta bojnë qeverinë edhe u kry muhabeti. Prandaj unë mendoj që këtu në defanziv totale është Aleanca e para për me kalu pragun, nisma qofse si bashko dikuj, absolutisht së ne kalën pragun, se s'ka, ka veç një mali shev, dhe LDK-ja. E vetëmja që mund të përfitoj, pak mund tjetë PDK-ja dhe vetëvendosjat mund të amrej dhe 50%. Mas pak ti konvenojnë me shkun zgjedhje vetëvendosjes. Sepse para elektoratit vetë duhet me tregu i fitoj 42% dhe smujti me formu qeveri. Ose për vynë 50 edhe i lypë që ato edhe po nuk i merë mo 50, se kur një ka qenë 50. Shumë letë e ko. Unë besoj që shumë letë e ko. Sepse ata që sa ka në 55 s'ki drejt me forë, mo e qas njëllin s'ki një drejt me forë. Ju kini në 50, po që është jo, po që tu jemi na, kujtesa s'ta kalon. Në mëngjes një program special të adresa do tjetë për zhvillimet në kuvend të Kosovës, pra me ekipet në teren edhe me natyrisht me mysafirët në studio, por ko është për t'i adresuar çështjet e shikuesve. Shembullantari i degës së tretë LDK-s Faruk Nura, që ka qenë zëvendës ministër më herët, i LDK-s është mirë të ketë koalicion VV-LDK. Është e mundur kjo? A pa e thatë që ka dëshirë vetë? Po, dëshirë vetë, po. Dëshirë vetë, po. Nuk sjellë rezultate. Është luftari Kosharës për ndryshe. Po, e di e një, zotin Nura dhe përshëndesin për këtë ujtë, po edhe LDK-ja, edhe LDK-ja, nuk sjellë sigurit e zgjedhja e presidentit, sepse nuk janë votat e mjaftueshme dhe nuk garantojnë votat
LDK-VV me zgjedh presidentin e vendit. Për herë të parë, se presidenti shkondej në 3 jarë. Po për herë të parë do të mi bo 81 vota në sallë, ku mi morë ato? Okej, do të të qenë prezent. interesante. Interesant është hera parë. A ka LDK disponim për të shkuar me vetëvendosjen? Jo, absolut. Ata janë deklaru Po, gjithë a ka për të shkuar me PDK-n? Edhe ato s'ka. Kush? Nga LDK-ja, shembull. Nuk e kanë thonë asë njerë që nuk Unë menaj shkoj. që nuk përjashtohet nëse vjen. Nuk e kanë përjashtu, absolutisht. Po, nuk kanë thonë fjallë të fota. Kanë kushte, po nuk e kanë përjashtu. Ndërkohë që sot ne pata rast me taku zotin Aziri, derisa po prisnim zotin Lima aty, dhe ai nuk pranoi as deklarohet para medias se tha qëndrimet tona vazhdojnë të jenë po ato. Nuk kam çfarë të shtoj. Ka qenë aktiv Haziri kohëve të fundit dorën Do zemër. të se po bëhet kryeministër. Okej, Fatmir Bytyqi, një pyetje për Matoshin dhe Gashin. E specifikon këtë. Nuk e di pse. Është ky kandidati i pavarur apo dikush tjetër? Ka përshtypje që ai është. Me Po, gjatë si nëse nuk debatu ka bërë. zjarrt. Po dojnë njerëz. Okej. Thot, a më e rëndësishme është karakteri unitar i shtetit apo lirit dhe të drejtat e qytetarëve? E dëgjova pyetjen? Po, e ndëgjova, unë e kam qatë. Po? Unë absolutisht unë mendoj që të drejtat dhe lirit E qytetarëve. të njeriu dhe të qytetarit. Jonë para unitetit shtetit. Para karakterit unitar. Sepse na dim që Evropa e sotshme, do më hanë. Po do të më kriju si një njësi, do më hanë, që s'është me karakter unitar, po mbi standardin e drejtave të njeriut, qarkullimin e liut i drejve të monave, kapitalit që këtë june. Prandaj, unë mendoj që Kosova, dhe e thëmë këto, me një komunë, me do drejta ma shumë, njeriu dhe qytetarit nuk humë. Okej. Kosova humë pikrisht me shkelme që nuk të standarde. Okej, Gash për ty? Të njëjtën sikur zoti Matoshi mendoj. E mendoj në njëjtën. Po ky që ka moment historik? Wow. A e shënojmë këtë moment historik? Pajtohen Gashi dhe Matoshi, lajm urgjent. Raporton Gazeta Blece Çollakut. Se dia do ta raportonte tani. Më herët e di që e ka raportuar. Rinor Ismet Krasniqi, i cili është një shikues i rregullt i këtij emisioni. I ka bë 2 pyetje, 2 do t'i adresojmë, sepse nuk kemi edhe shumë kohë. A mendoni se seanca e nesërme mund të provojë shkelje serioze të kushtetutës, sidomos në raport me nenet që rregullojnë shumicën parlamentare, propozimin e kryetarit